Kur flasim për njeriu në këtë botë, flasim për të mirën, për të keqen, flasim për sprovën në këtë botë, patjetër duhet i kemi disa elemente të rëndësishme parasysh. E para prej tyre është se Allahu i Madhreshëm, qysh në vullnetin e tij fillestar, ka dashur që kjo botë me qenë një botë sprove, një arenë sprove, ku njerëzit kanë mu testu secili kush prej tyre më vepër mirë, siç thot Allahu i Madhreshëm Kur'an. Faktikisht, kur themi ne se jeta e kësaj bote është sprovë, atëherë detyrimisht në kuadër saj duhet ta kuptojmë se në këtë botë ekziston e mira dhe e keqja. Sepse për të realizuar sprova, njeriu duhet të ketë alternativën e të mirës dhe alternativën e të keqes. Përndryshe, ti nuk arrin dot ta kuptosh një njeri a është i mirë apo është i keq, pa i dhënë atij mundësi, pa i dhënë atij liri dhe pa i ofruar atij alternativa. Ndryshe, sikur në këtë botë të ishte veç një alternativë, veç e mira të ekziston në këtë botë, nuk do të realizohej, si më thon ai, skenari i sprovës, sepse ne që do të bënim mirë, nuk do ta dinim apo bëjmë mirë nga imponimi, se s'kemi alternativë tjetër, apo se po bëjmë mirë se jemi të bindur që duhet të bëjmë mirë. Mos e harroni, Allahu i Madhreshëm ka dashur me kriju njeriu qenie me vullnet lirë. Atëherë, për mu realizu ky vullnet i liri njeriu duhet me pas mundësi me bo edhe keq edhe mirë. Dhe këtu mund ta gjejmë përgjigjen kur shumë njerëz pyesin, pse Zoti lejon me ndodh keq? Dhe këtyre njerëzve zakonisht ju ik që ky procesi i mënyrës se si funksionon ose mënyrës se si e ka kurdis Zoti këtë botë. Pra, sikur Zoti të kish intervenu në çdo të keqe që do të bënte njeriu në këtë botë, i bie që njeriu do të privohej nga vullneti i tij i lirë. Sepse nëse Zoti e ka kriju njeriu në qenie me vullnet të lirë dhe nuk e lën me bo keq, i bie që po shkelet ky vullnet i lirë i njeriu. Prandaj Zoti i Madhreshëm ka vullnet kozmik dhe ka dëshirë. Vullneti i tij fillestar është që ne të jemi të lirë. Pasojë e kësaj ne do të mund të bëjmë keq dhe do të mund të bëjmë mirë. Ndonse të dyja do t'i bëjmë me vetdije dhe rezultati i kësaj do të ketë ndeshkim, do të ketë shpërblim. Dhe njëkohësisht dëshira e Zotit pastaj nëpërmjet librave të shpallura, nëpërmjet ndërgjegjes, nëpërmjet gjitha mësimeve të tij, është që ne minimalisht të bëjmë keq dhe të shkojmë ka e mira. Por kjo është dëshira e Zotit Madhreshëm.